Vlen edhe sot ka vazhduar me akuza në adresë të BDI-s opozitare. Zëdhënësi Driton Sulejmani tha se skandali i kanalizimit në Zajaz shpërfaq fytyrën e vërtetë të qeverisjes së BDI-s. Sulejmani tha se Vlen edhe më herët ka reaguar për këtë çështje, duke pasur parasysh se janë keq përdorur mbi 9 milion euro fonde europiane, për të cilat ka edhe kallëzim penal të ngritur nga policia financiare. Ai shtoi se ekzistojnë dyshime për përfshirjen e kompanive që sipas tij lidhen me familjen e kryetarit të BDI-s, Ali Ahmeti. Tani pyetjet nuk po i bën vetëm Vleni, por edhe Bashkimi Evropian ka nisur të kërkojë përgjigje. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Michalis Rokas, bëri të ditër se BE po mbledh dokumentacionin për këtë projekt. Prandaj nuk mjafton me vetëm pyetja se kur përfunduan milionat. Opinioni duhet të di edhe kush e raportoi projektin si të përfunduar, mbi cilat dokumente dhe mbi çfarë baze. Sa më shumë po hapet ky skandal, që kundërmon korrupsion, aq më shumë po del në sipërfaqe se kemi të bëjmë me një lëmsh që sa tërheq aq më shumë zgjatet. Ai gjithashtu pretendoi se pas kalimit të BDI-s në opozit, kanë filluar të dalin në pah, sipas tij parregullsitë që lidhen me këtë dhe raste të tjera. Për më tepër, Sulejmani kërkoi që institucionet kompetente të bëjnë publike të gjitha kontratat dhe pagesa që lidhen me projektin, si dhe të zbardhin përgjegjësit për realizimin e tij. Për 24 vite, BDI-ja e kishte pushtetin në dorë. Në Kërçov e drejtoi komunën për 3 mandate radhazi. Pikërisht gjatë qeverisjes së saj, ky projekt i financuar me paratë e Bashkimit Evropian duhej të përfundonte në vitin 2024. Por kanalizimi nuk përfundoi, tani po kuptohet edhe pse. Ne kërkojmë që Prokuroria Publike dhe Policia Financiare ta zgjerojë hetimin deri në fund dhe të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet evropiane. Ndonse për këtë projekt të realizuar ose jo, po flitet tashmë me javë, ende nuk kanë dalë me sqarim nga BDI-ja, e cila aso kohe ka drejtuar edhe komunën, po edhe me qeverinë.